Në zgjedhjet lokale, disa kryetar komunash arritën të sigurojnë mbështetje të madhe qytetare, duke fituar me përqindje të larta të votave në komunat e tyre. Përqindje më të lartë votash nga kryetarët e komunave mori Sami Lushtaku nga PDK, i cili kryeson listën me plot 83.45% në komunën e Skënderajt. Në vendin e dytë, Ilir Ferati nga LDK në komunën e Istogut me 58.70% të votave dhe pas tij Agim Aliu i PDK-s në komunën e Ferizajt me 56.47%. Më tej renditen Shpëtim Bulliçi në komunën e Podujevës nga Lëvizja Vendosje, Ekrem Kastrati nga Nisma Social-Demokrate në komunën e Malishevës, Ramiz Ladrovci kandidati i pavarur në Drenas, Bashkim Ramosa i AK-s nga komuna e Deçanit, Imri Hameti i LDK-s nga komuna e Lipjanit, më pas vjen Mehmet Ballashi i PDK-s nga komuna e Hanit e Lezit, Kadri Rahima i LVV-s nga komuna e Kamenicës, më pas Qemajt Aliu nga LVV-ja nga komuna e Shtimës. Për më shumë informacione rreth rezultateve zgjedhore, qëndroni në telegrafi.com.